Unë që po nguroja të vendosja kufjen se më prishën flokët, modeli i ri, nuk e rezistova dot. Nuk flas dot pa kufje. Pa dëgjuar këtë zërin tim brillant që në këtë momente do thotë gjëra. Asë pa dëgjuar zërin tim. To dim po. Tondues, po. Po thoja që do flasim për gjëra që po çmendin dynjan. Edhe janë disa kukulla. Nuk e di atë ka rënë rasti ti shohësh që personazhet e njohur i mbajnë në çanta, janë kështu, supozohet të jenë të frikshme. Quhen labubu, edhe është një mani e tmerrshme, do thoja unë, për t'i patur këto labubut. Janë kukulla që koleksionohen, edhe është bërë si trend, pavarësisht se janë kukulla që janë krijuar disa vite më parë, por tani u kujtuan dynjaja që t'i bëjnë virale. Po çfarë bëjnë trëmi njerëzit me këto? Jo, thjesht ti nëse ke një labubu, je shumë in, Arbër. Ne të dy jemi super out bubu. Super out bubu, okay. I mbajnë në çanta, domethënë trendi që e ka publikuar Rihanna, Dua Lipa, Blackpink, kanë nxitur këtë manin që njerëzit fiksohen edhe ti blejnë edhe ti varin tek ato. Po ne kemi ku i gjejmë në provincial të Shqipërisë. Çantat e tyre. Po kam parë që mund të vinë, kam parë që ka edhe këtu, mund të vinë edhe këtu. Janë krijuar në fakt 2019 nga artisti Casing Lang dhe pikërisht tani u bën të famshme. Janë si krijesa të vogla monstruoze me veshë të gjatë. Ndërkohë, ky trendi dhe kjo mania që po çmend njerëzit i ka bërë që labubut të jenë për momentin kukullat më të shitura. Domethënë si të duket ky fenomen, të krijosh një gjë nga hiçi dhe ta bësh kaq viral. Si çdo trend tjetër biznesi, kur merr për kot një gjë, sepse sidomos e shtyrë nga personazhe publik botëror si Rihanna, rasti konkret e tjerë. Po them rreth të gjata në Los Angeles, në dyqane ku shiten këto kukullat që efekti lavazhit trurit, asgjë e re është bërë dhe me gjëra të tjera. Njerëzit deri dje blenin edhe në MFT, blinin gjëra që s'ekzistonin fare, vetëm se u bën blinin ajër me pak fjalë, kështu që unë e dashur motor Jonida nuk jam i tërhequr as nga kukulla as nga asnjë gjë. Unë jam i tërhequr nga floriri që shkëlqen. Nga diamante. Domethënë ti mund të koleksionosh nga monedha, nga gjëra, dhe mua më ka tërhequr shumë vëmendjen një lajm. Pa hënjer. Është zbuluar në brigjet e Kolumbisë, Karaibeve të Kolumbisë, anija me floririn më të madh që zbuluar ndonjëherë, me një vlerë, thua një vlerë për shumë kot. Sa mendon ti? Po thua sa. Mendoja që ishte Bud Spencer dhe ai tjetri. Thua një vlerë, sa mendon ti se është shumë lek për shembull? Me biliona besoj. Patjetër. Jepja. 17 miliard dollar është vlera që është gjetur në anijen San Jose, anije spanjolle. Domethënë e 1700 së konkistadorëve spanjoll kishin patur një luftë me anijet britanike, u fundos anija dhe për mbi 3 shekuj, kemi hyrë në shekullin e 4 pas mbulimit të saj, kjo anije ka qenë fundosur në fund të detit me 17 miliard monedha floriri, diamante, gurë çmuar të tjerë e kështu me radhë. Tani që thua ti on që ka plasur një luftë e madhe diplomatike midis që i ka Britania apo Spanja apo Kolumbia. Kolumbia thotë tashmë kjo është në territorin tim, është gjetur në territorin tim. Spanja thotë kjo është. Po Britania nuk hyri në këtë mes, Britania thjesht e fundosi. Me që ishte pjesë e këtij thesari, e kupton? Pjesë e kësaj, po, me që e fundosi dhe e mbajtën për 300 vjet. Kështu që nuk e di si do mbyllet ky proces midis Kolumbisë dhe Spanjës, sepse Spanja thotë janë pasuri e mbretërisë spanjolle, por ato janë akoma aty të pamarra akoma nga deti, sepse janë thellësi të mëdha. Por nëpërmjet teknologjisë ato kanë arritur të fotografojnë dhe kanë arritur të deshifrojnë edhe vlerën e tyre reale. Po Kolumbia mendoj ka burime natyrore. Ky lajm që ka dalë në Shqipëri, ndoshta skifterat e Shqipërisë, ata që punojnë me ekuatorin andej, ndoshta marrin. Po nuk janë polumbar. Ishte lajm shumë interesant sepse mendoja që këto gjëra, pra këto zbulime, këto përmbytje, këto tip piratësh të Karaibeve, ishin vetëm me Johnny Depp, por jo, ekzistokan vërtet. Shpresojmë të ndahet siç duhet.
Kolumbia dhe Spanja me këtë marrëdhënie. Se si do ta ndajnë ata ne ato në fakt përfitojmë shumë nga e gjitha kjo, por nuk janë pak. Në fakt është tecar shumë i madh dhe kam përshtypjen që po ti hyn mirë detrave, mund të gjejnë edhe anije të tjera. Dhe me Kolumbia me fjala ka thënë që ky thesar nuk do t'i shkojë asnjëriu, por do të bëhet një muze i veçantë me thesarin më të madh në botë që zbuluar, kështu që mendoj se është zgjedhja më e mirë. Pastaj fillon sezoni i ri i Casa de Papel. Casa de Papel, zgjedhja e muzeut të thesarit. Una noche con Hugel. Do të vi tani Hugel Ale, dini që patjetër se atë do thoja. Besoj e dini që është rast për të mos u humbur Eagle Beat Festival, për të qenë aty për të dëgjuar muzikë të mirë, për të shijuar muzikë të vërtet me DJ të cilët ne mund t'i kemi parë vetëm nëpër video YouTube me hitet e tyre, ose për ata fatlumët që kanë qenë në Ibiza apo në vende shumë interesante, i kanë ndjekur aty live, tashmë janë në Shqipëri, ndërkohë që nata e dytë është po ashtu me artistë super të mirë që janë shqiptar dhe besoj që kanë ngjyra për të gjithë ata që pëlqejnë larmishmëri muzike. Eagle Beat Festival në Tiranë 13, 14 dhe 15 qershor, ne ndërkohë shijojmë Una noche con Hugel. Na falni për frëngjishten, por kemi një tjetër informacion, një tjetër lajm që ka tërhequr vëmendjen e mediave roz kryesisht gjatë kësaj jave dhe ka të bëjë pikërisht me bashkëpunimin mes Fifit dhe Eglit Takos. Është bërë një lëmsh pak, le të themi, rrjeti, sepse 2 javë më parë Egli ishte ftuar te Goca dhe Gra dhe tha që kanë një bashkëpunim shumë të mirë, do publikohet së shpejti, u publikua kënga, pastaj u fshin të gjitha postimet që kishin me njëra tjetrën, u aludua për një mosmarrveshje, një ndër mediat kosovare, ajo prive, tha që Egli ka patur pak kënaqësi, pra ky keq kuptim ka ndodhur nëpërmjet ndarjes së të ardhurave për klikime të tjera me radhë dhe skaluan 2-3 ditë dhe kënga u ripublikua. Fifi hodhi sërish në YouTube edhe po aludohet tashmë dhe komentet nuk kanë qenë aq të mira, duke qenë se publiku e mendoi si një strategji jo të mirë komunikimi, strategji jo të mirë marketingu, pra këto grindjet apo vëmendja që mundet të merret prej tyre. Ne në fakt nuk kemi asnjë informacion të vulosur nga gocat, sepse ende kanë zgjedhur të mos përgjithsisht nuk të shpëtojnë nuanca, detaje, çfarë Tani unë nuk di më shumë sepse vajzat kanë vendosur të mos flasin asnjëra dhe as tjetra, kanë filluar bëjnë postime në rrjetet e tyre sociale dhe publiku po ashtu dhe mediat po shkruajnë që mund të jenë kunja për njëra tjetrën ose ndoshta strategjia e marketingut për të marrë më shumë vëmendje po vazhdon. Kështu që deri në momentin që do të zgjedhin të flasin të dyja, nuk kemi një informacion zyrtar. Megjithatë, nëse është strategji marketingu për të marrë vëmendje dhe për ta bërë këngën akoma edhe më të klikueshme, besoj që ja dolën, pavarësisht se publiku po i komenton jo dhe aq mirë në komentet e tyre. Pra ti nëse me rëndësi që po flasin në raste si këto, me rëndësi që ka marrë vëmendjen ajo produkti që ato do ofrojnë në fund, kështu që besoj komentet negative harrohen, zveniten pas një periudhe të caktuar, me rëndësi që të marrin vëmendje që ato kanë kërkuar që të marrin vëmendje. Produkti final, thua ti. Por duke i njohur të dyja, mendoj që vërtet mund të ketë ndonjë hatërmbetje. Domethënë Fifin e njoh pak më shumë se Eglin, por mund të ketë ndonjë keq kuptim. Me që fjala e përshëndesim Fifin është çakmak, po është çakmak i mirë pozitiv. Çakmak i lezetshëm shumë. Të përqafojmë nga studio e Top Albania Radios. Mua që thua ti më ka bërë përshtypje një lajm tjetër akoma. Ky është një djalosht pa shumë buj fillimisht, më duket pak se historia e Forrest Gump, që se e kujton në filmin Forrest Gump, kur u nis me vrap i vetmuar dhe bëri për vete gjithë botën me vrapin e tij, është një shqiptar i quajtur Sep Ponari, i cili është nisur nga Cambridge në Britaninë e Madhe dhe do të arrit tropojën.
Bravo. Ti imagjino që kur shko ble buk me këtë vap. Edhe çoroditë shqiptarë është njëzë janë gati 2750 kilometra. Që ka ndërmend t'i bëj duke vrapuar. Ka ndërmend t'i bëj, ka rritur goxha kilometra deri tani për një hark kohor 40 ditor mendohet që do arrit ta kopsisi të gjithë rrugtimin e tij. Dhe është me të vërtet një rast i rrallë. Pra kam përshtypjen Po pse more? Pyetja ime është kjo pse. Do hyn në Guinness për këtë gjë, bëhet më interesante fakti pse, pra pas vrapit bëj paqe me veten, thotë se trupi është në dhimbje, bëj meditim, dush, hajdark dhe mundohem të qetësohem dhe të flej gjumë. Ka me ndalesa. Patjetër. Po thash, kujdes. Nuk e di. E çfarë? Të dytin me pak gaz. Unë mendoj që nëse ai arrin shëndoshë mirë dhe patjetër që të arrijë shëndoshë mirë deri në Tiranë, unë them Stormi ta bëj imazhin e vet. Po, megjithatë energji. Ta bëj imazhin e vet dhe ai pastaj nga Tirana të vazhdoj rrugtimin po gjatë rrugës që do vrapoj këtu tek arena kur të kalojnë në Tiranë, po dalim ti japim disa kuti, disa kanaçe Storm që të marrë energji dhe të niset me shumë pozitivitet drejt Tropojës. Më pëlqen që marrin iniciativa të tilla, sidomos lajm bëhet për ne dhe fakti që zotëria është shqiptar, sepse në çdo cep të botës nëse thuhet shqiptari, është lajm direkt. Nuk ka rëndësi se çfarë ka bërë ky shqiptari, mjafton që të jetë shqiptar. Dhe këto lloj iniciativash përveç se na bëjnë që të jemi pjesë e librit Guinness, por na bëjnë edhe të kuptojmë që po, nëse ti vë qëllim vetes, një dras mangu të kemi dhe tregojmë në forma të ndryshme. Nuk do ta thënë në këtë formë, do ta zbukuroja. Ca në forma pozitive dhe ca në forma negative, në rastin konkret është formë pozitive sepse po flasin në media dhe ndërkombëtare për një djalor shqiptar që bën diçka ndryshe dhe në fakt në fund të ditës është edhe një shembull shumë i mirë aktiviteti fizik, pra. S'të kam pyetur ndonjëherë, nëse do merje pjesë ndonjëherë në Guinness. Për çfarë specifike mund të ishe ekspert dhe fitues? Duke më njohur ti e di se çfarë përgjigje do të jepi. E lash. Por nuk po të jap live. Se nuk do kishte pip që ta duhet të pyes, vërtet. Okej. Se çfarë ndodh? Por pas shqiptarit që vrapon kishim edhe një shqiptare tjetër që pastaj do jetë dhe arbër. Që e pani, po më duket se e kanë thyer këtë rekordin, ka qenë një grua që e ka zgjatur shumë. Kush është që ma prezanto? Po e thyve rekordin e asaj. Ma prezanto kush është. Besoj që mund të kesh përfitim. Po thosha edhe një grua tjetër shqiptare dhe ajo ka thyer një rekord tjetër noti të verë. Okej. E tentoi herën e parë, nuk ja doli para ti problematika dhe ritentoi edhe një herë të dytë pra, përveç me këmbgulje. Guximin të shqiptarit edhe kokforcinë e shqiptarit që kaloi me not vetes mund t'ja dalë. Nga unis nga Italia me not dhe arriti në brigjet shqiptare. Kështu që ti vajzë dashur mendoj se çfarë do bësh me çfarë do surprizosh shqiptarin në ditët në vijim me një rekord Guinness tjetër se mua ma shpreh. Më gjete fix personin më sportiv të mundshëm që të mund të thyej rekord. Për gjumë ndoshta. Ose kush rri më shumë koltuk pa bërë asgjë. Kjo është ëndra ime, për shembull, nga gjithë kjo lodhja që kemi me punë, vrap andej, vrap këtej, kjo jeta kaq dinamike që kemi, dëshira ime e pas disa ditëve lodhje është pikërisht kjo, që të rri në koltuk, të shoh televizor, të hapi sllëqe. Me këtë të ndenjur, për shembull, japonezët kishin një tjetër Guinness. Kishin një lloj kampionati që e bënin, kampionati i puthjes, pra 2 çifte ose jo, s'është thënë të kenë qenë çifte. Kush rri më gjatë duke u puthur? Kush rri më gjatë duke u puthur? Ja, nuk jam ke puthja fare. Hajde aty edhe hec. Është vap shumë. Është vap shumë. Imagjino trish me dikë i puthur për 4 ditë rresh. Po. Klik, shkojmë prapë te J Balvin dhe Omega, është bërë shumë latin ky program arbër. Shumë. Siç na ka hije në fund të ditës, kërceni me Jore që ka KLK.
Jo klik. Omega. Apo ashtu është. Jepi Skerdi e dëgjojmë bashk. Gjibo ka ardhur edhe është këtu në Top Albania Radio. Do të bëhemi gati për pak minuta pas edicionit informativ që ta kemi në studio, por përpara se të vinë çunat, do të jetë bashkë me Tirin. Ke marrë të fiqen në dorë me vetë çka. Këto shash nga Gjibo ka bërë disa statuse, për cilat ne do flasim pjesën e dytë, ka bërë xhirën e rrjetit, pastaj janë përgjigjur podcaste të tjera, pastaj Gjibo sigurisht që nuk mund të rinte pa folur, ka qenë Alketa Vesiu me sa duket që i ka dhënë një përgjigje, por unë mendoj që është stafi i saj dhe jo vetë Alketa. Statusi është ky. Do doja pastaj në fund mendimin tënd. Të nderuara, para se të bi sërish në dashuri me ndonjërin prej jush, po ju sqaroj disa gjëra për mua që t'ju kursej juve kohën dhe vetes time dhe lotot e zhgënjimit. 1. Nuk kam të ruajtura leka, as euro, as pound, as cash, as në bank, as pasuri të patundshme. 2. Jam i papun, nuk marr rrog. 3. Nuk pi drog të asnjë lloji. 4. Pi duhan. 5. Jam xheloz, shumë xheloz, jo se çka ke qenë para meje, por se ç'a je me mua. Nuk godas femër, po arriti aty puna, më shpifesh dhe largohem, po të bëra blok për çështje xhelozie, do me thënë se të dua. Po të putha në buzë, do me thënë se të dua, kur të dua nuk tradhtoj, kur nuk të dua, nuk them se të dua. Kur ndahemi të mendoj shumë non-stop, çado që të bëj, ditë natë non-stop, dhe e 12 pika e fundit, disa herë më mban fiksimi me vite, disa herë të tjera me javë. E kam derisa të kuptoj që ti nuk më do. Ju falemnderit për mirë kuptimin dhe bashkëpunimin. More Gjibo. Është thjesht Gjibo, këto nuk mund ta. Do ta pyesim më ka, po ishte pak i rënd si status, sidomos termin që ka përdorur dhe shumë ndjekës i kanë kthyer përgjigje, i kanë replikuar atë që ka shkruar dhe pastaj Xhibani ka bërë një sqarim në rrjetet sociale dhe thotë që nuk e kam me askënd që njihni ju, por me rikthimin e dikujt të dikurshëm në jetën time që ka dëshiruar të rihysë sërish në jetën e tij së fundmi. Dhe një status tjetër që po ashtu ka ngjallur shumë polemika, është pikërisht ky. Ka më shumë armë se unë, më shumë njerëz me vete dhe fansa se unë, më shumë hite dhe talent se unë, shumë më shumë lek se unë, më shumë lidhje nga politika dhe nga bota e krimit se unë, koncerte, bashkëpunime, forcë fizike dhe çfarë tjetër jo më shumë se unë, trup më të stërvitur se unë dhe jam i sigurt që shumica e femrave që më pëlqejnë do t'ja direkt, do më thonë do i afroheshin atij direkt, e prap se prap merresh me mua, me qa partie jam, çfarë varë se varu në qafë dhe sa sukses kam me muzikën. Ti thu se merrem me tekstet e mia me ty, por unë të them që jo. Çfarë don të vdes unë që të qetësohesh? Interesante kjo, por ka. Do ta pyes, mezi po e pres. Keni dyshim ti para sa thua? Kam, nga përshkrimi. I përshtatet dikujt. Nuk e merr dot çfarë është e imja. E zem se kape një femën që më pëlqen mua, bëj gjithë stilet, nuk e bën dot me ndjesje bëj unë, se ti nuk e shpirt, ja ke shit djallit, e ke të pikturuar në fytyrë. Gjibo. I kishe parë këto statuse? Ka patur një javë poetike me sa duket. Zjarr, Gjibo, zjarr. Çka për brenda? Edhe këngë të reja po ashtu. Kështu që ne do ta zhbrilojmë, do ta analizojmë, do kuptojmë më shumë se çka ka dashur të thotë në këto momente. Se Gjibo ashtu është, nuk është një gjak nxehtë e kemi parë e pranon vetë, kështu që ashtu i kanë ardhur, ashtu i kanë thënë. Dhe të shikojmë Gjibo që ndoshta ka reflektuar, ka të njëjtat mendime me ato mendime të nxehta që ka pasur në momentin. Do ta pyesim. Ka edhe këngë të reja dhe ekskluzivitetin e këngës së tij më të re do ta kemi sot në këtë program Top Albania Radio, por për pak minuta ne do të shkëputemi, ju do të dëgjoni edhe edicionin informativ të orës 19 në Top Albania Radio dhe ridëgjojmë në pjesën e dytë të Pardon My French.